Nga Instituti i Shëndetit Publik njoftojnë se janë plotësuar kushtet për shpalljen e epidemisë në Gostivar, pasi është tejkaluar numri i qytetarëve të sëmurë në nivel javor. Si sqaroi Dragan Koqinski nga instituti, shpallja e epidemisë vetëm mundson koordinim më të mirë mes institucioneve, sepse masat preventive tashmë janë marrë nga institucionet relevante. Rezultatet e mostrave që i kanë marrë në Gostivar, tha se të hënën, do ja dorëzojnë Prokurorisë Themelore Publike për veprim të mëtejshëm. Ajo që mund të them është se po vërehet rritje e shkallës së personave të sëmurë përmes sistemit alert dhe tejkalimit të numrit javor në territorin e Gostivarit. Ne jemi në koordinim me Qendrën për Shëndetin Publik dhe gjatë ditës do të sillet vendim për shpallje të epidemisë. Ajo që duhet të potencohet është se masat për kontroll dhe preventiv janë aktive gjatë gjithë kohës. Ajo që bëhet në mënyrë shtesë pas shpalljes së epidemisë është koordinimi dhe komunikimi më i mirë mes institucioneve relevante. Gjetjet fillestare, theksoi ai, nuk japin indicie për një shkak të mundshëm, sepse qytetarët kanë deklaruar se kanë ngrënë në restorante të ndryshme, kanë pirë ujë nga ujësiellës të ndryshëm dhe ujë të ambalazhuar. Prandaj tha se analizat vazhdojnë. Ai u bëri thirrje qytetarëve të Gostivarit që të bashkëpunojnë me epidemiologët duke u përgjigjur anketës epidemiologjike në mënyrë që të zbulohet shkaku i sëmurjes së banorëve. Apeloj banorëve të Gostivarit që të bashkëpunojnë me personat përgjegjës që ju lajmërohen për anketë dhe t'i dëgjojnë rekomandimet e punonjësve shëndetësor për dhënje të mostrave për analizë mikrobiologjike. Meqense nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë kanë bërë ndalesë për pirjen e ujit nga ujësiellësi, ai u bëri thirrje qytetarëve që të dëgjojnë rekomandimet, mos ta pinë ujë nga ujësiellësi as të vluar.